Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith, thot martesa është gjysma e besimit. Pra kur njeriu martohet dhe e bën atë martesën në mënyrën me përgjegjësinë më të madhe dhe me maturinë më të madhe, atëherë në këtë rast do thotë se ky njeri do thotë që i është lehtësuar gjysma e besimit. Pra i është lehtësuar gjysma e jetës të njeriu, që do thotë sepse në këtë rast ai pjesën të rëndësishme të jetës e ka bashkë me familjen e tij, pra me bashkëshortën e tij. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar në këtë rast që logjika e martesës do thotë ka një përgjegjësi që njeriu duhet ta marrë përsipër. Ne i shohim këto të rinj të cilët thonë që ore martesa ka përgjegjësi, pse duhet ta marrun kurriz këtë përgjegjësi? Ne themi po nëse ti se merr këtë përgjegjësinë kurriz, je i dështuar gjatë gjithë jetës tënde. Një institucion që është i natyrshëm në një jetën e njeriu, ai nuk di ta drejtojë, ai nuk pranon të ketë përgjegjësi në këtë rast, atëherë për çfarë funksionon ti? Për çfarë përgjegjësie do të marrësh ti? Si mund të marrësh një përgjegjësi për një diçka që nuk ka kaq rëndësi në jetën tënde, saqë është martesa. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Ore, martesa është e rëndësishme, ti duhet ta marrësh këtë përgjegjësi dhe ti dalësh për Zot. Duhet ta marrësh këtë përgjegjësi dhe ta dish se si ta menaxhosh. Të rrish gjithë jetën i beqar dhe jo i martuar, duke u funksion ose duke u ndikuar nga këto kulturat ose nga këto nga njerëz të cilët e shtyn apo duke menuar se jetën unë e bëj të vetëm, e ka pas Zoti Xhelel Xhelalu që kur krijoi Ademin, e krijoi edhe bashkëshortën me qëllim që njerëzit bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Pra në çift nuk funksionon jeta i tek. Kjo është e para. Pra martesa do thotë përgjegjësi. E dyta është që martesa do thotë sakrificë. Do thotë që njeriu duhet të sakrifikojë për ta ruajtur këtë martesë, për ta mbajtur këtë martesë, për të qenë sa më jetë gjatë kjo martesë. Dhe kjo martesë nuk është siç e mendojmë ne, është vetëm një ditë kaq e bukur, vjen dita tjetër shpejt. Dhe dita tjetër njeriu do përballet me sfida të ndryshëm. Duhet di se si ti te kalosh, duhet di se si ti përmbash, duhet di se si të sakrifikosh që ta ruash familjen. Pra, që do thotë se mbajtja e kësaj ose mbajtja e martesës e këtij institucionit kaq shenjtë dhe kaq të bukur, njeriu do të kuptojë që duhet të sakrifikojë për këtë. Ne i shohim të rinj që martohen për një javë ose për një muaj e prishin atë martesë. Po si mund ta prishish kaq shpejt? Si mund ta fillosh jetën me logjikën e prishjes ose të prishet kjo marrëdhënie kaq e shenjtë, kaq e bukur në mënyrë shumë të shpejtë? Pra do thotë nuk ka sakrificë as ke pala, as ke burri, as ke gruaja. Pra as ke vajza, edhe as ke djali. Që do thotë duhet patjetër që njerëzit do të shprehen dhe të tregojnë sakrificë për ta ruajtur çin, për të ruajtur martesën.